Nëse një vend nuk ka opozitë, nuk është demokratik. Si ka mundësi që kërkohet të shkaktohet opozita me qëllim? Erdogani si shembull këta Ola. Këta duan që Erdogani është shembull i Erdogani. Kjo është Partia Socialiste shqiptar, se votuesi shqiptar merrni me votuesi shqiptar nuk do ju çfarë bëni terren. Gjunahet i kanë bërë të fjalën po po lejoni. E dëgjoj shqiptarët. Tani më gjom më një minutë. Pse përtisni nuk do të thotë se mund të merrni fjalën. Po zoti Kraja kërkoi fjalën, i keni 3 herë që janë ndërprisur. Reforma në drejtësi zotëri dashur, kur e ka krijuar Partia Socialiste, ka qenë vullneti i Partisë Socialiste, nuk është thjesht vetëm spaku më zotëri. Duhet të kesh edhe informacion në zotëri, edhe e di këtë, po ti e divijon, se e gazetari zjut për këtë. Po nuk të hedh dot në tash. Shqiptarë nuk e. Reforma në drejtësi ka filluar që nga vetingu që është për prokurorë gjyqtarë. Që nga keni vetingun kandidat, nuk kupton, o Fredo, nuk kupton kandidati Komnici është kandidati PS-s të Elbasan. Ore, kuptoni vetingun, ja këta kanë bërë vetingun njerëzit ta ulan ballës, ti bie, mish që thua fakti, po bie edhe vet brenda. Ore, Olsi Komnici, e di që është kandidati Partisë Socialiste? Ky ka bërë veting. Ky ka nxjerr ata gjyqtarët që arrestuan. Morën veting ke pas nga Omonia, morën vetim ke pas nga Omonia, ke pas një monitorim. Një personazh nga monitorim që shkoi dhe filmosi futi Ilir Metën në burg. U kupton ka firmosur Ilir Meta, mbetje, tradhtarët e Ilir Metës i keni marrë ju në listë. Mbetjet e Partisë Demokratike keni ju në listë. O zotëri, e dini që e ndrit Bari ka firmosur për lobingun edhe burgun po bën Ilir Meta, ja kjo është drejtësia juaj. Kjo është e vërtetë që nuk e thoni. Po ndrit Barimllari e gjeni rrugën. E keni ju në listë. E gjeni rrugën. Po pra se vajti tradhtoi Ilir Meta. Shkoi firmosi për lobingun. Do arrestohet ai, nuk trahton dot qytetarët. E ndriti nuk trahton dot qytetarët. Dhe e pa, e ndritin e trahtuan. E ndriti nuk trahton dot qytetarët. Tani e keni listë. Ju lutem. Është mision politik më zotëri dashur. Zoti Kraja ka me PD-s, a nuk është Shqipëria 2030 në vizionin e... Nuk mendoni që parlamentit këtë vizionin... Ore, mu vje keq për zonjën, e di pse? Se nuk ka preku një gjë në këtë vënd. Hajduti ka mushur qepë. E ke zëmës ministrat e jashtë. E ke zëmës ministrat e jashtë. Jeni me kontributë e jashtë. Qari thotë shqiptarëve? Do t'i thotë që hajde ne futemi në bëhe, se jemi pa ujë. Hajde futemi në bëhe, se do njënë vetë prik. Kjo me krasimat të kënetën që janë atje. Se ku Shqipëria po shkatrojët. Ti ke flamur nokën o zotëri dashur, po bëllë kohën, ke flamur nokën që familjarëve ju ka dhënë banesat sociale, familjarëve të vetë. Njerëz që ka shkatruar dhe ka vendosur plagë. Ju lutem. Stop, ju lutem. Almer, Alfred, të lutem. Alfred, Almer. Por do ta bëjmë mërdhëdhëse. Jeni fatkeq. Kanë vjedhur të tjerët. Vjedh Belinda, kërkon Silda vota. Çfarë thotë aty që ka dashur të Silda duhet të kërkoj. Ju lutem. Çka i ka dhënë kunatit vet tokat e bregut jugu. Ota Xhaçi zotëri dashur, po lero ortën ti punë vetë zotëri dashur. Ota Xhaçi është me milionin zotëri nderuar e ke. Super nderuar, do ta tregoj rezultatin 1 maj për Ota Xhaçi. Ota Xhaçi do ta tregoj 1 maj. Okej, Alfred. Jo, tani nuk ta jap. Alfred nuk ta jap fjalën më. Pa folur. 1 minutë. Alfred, vjedhur të tjerë i mbuloni ju më katë. Kjo Parti Socialiste do të çimi njerëz që duan të vlezit e mikfatit. Vjen dritë Brahimvari kur nuk e dha asnjëri. Çfarë do dritë Brahimvari që futa Ilir Metës? Çfarë do ju lutem. Isha pjesë e O çuna, ju lutem. A ka mundsi? Spaku ka qenë masha apo goditja e opozitës. Ju lutem. Do ja fjalën zotit Kraja se ka kërkuar disa herë dhe ja keni ndërprer. Mos përfitoni nga fakti që ai është një zotëri qytetëruar dhe ndoshta s'di të bërtasi ju dhe ja rrëmbeni kështu fjalën. Po, zoti Kraja. Jo, nuk është ajo, besoj, mos duket sikur